kemi sekuestruar të holla kesh në vlerë prej 23.700 euro, kemi sekuestruar ari, aksesor, ordore të ndryshme, aksionit sotëm i kanë paraprir veprime hetimore të shumta, nga marsi i vitit 2025 kur edhe jemi ngarkuar me këtë rast, duke parë ndërlikueshmërinë e rastit, ndërlikueshmërinë faktike, juridike dhe procedurale, si prokuror kam vendosur që të nxjerr vendim dhe të angazhoj 2 prokuror që të punojnë intensivisht në këtë çështje. Po flasim për një rast ku ne sot kemi marrë urdhëresat e gjykatës për mbastisjen e shtëpive dhe lokacioneve të 47 personave, mesin e tyre një person juridik, dhe po ashtu mund konfirmoj para ju se këtij aksioni ka paraprir edhe aplikimi i masave të veçanta hetimore. Fjala është për keqpërdorimet që janë bërë në Byron Kosovare të Sigurimeve. Cak i hetimeve, në mesin e hetimeve, pra janë ish drejtori ekzekutiv i BKS-s dhe ish drejtori i departamentit të hetimeve, po ashtu të Byros Kosovare, departamentit financiar faktikisht të Byros Kosovare të Sigurimeve, të cilët duke keqpërdorur autorizimet që ju kanë besuar nga BKS-ja, ju kanë mundësuar personave të ndryshëm, përmes personave të ndryshëm dhe vetvetes që të bartin transakcione të ndryshme, po ashtu kanë keqpërdorur autorizimet ekonomike dhe kanë përpiluar dokumente të falsifikuara, të cilat ne deri në këtë fazë kemi vlerësuar që ato dokumente të dyshuara faktikisht i kanë përdorur si të mirëqena dhe përmes kësaj i kanë shkaktuar dëm Byros Kosovare të Sigurimeve në vlerë prej 1.043.000 euro. Për me qenë më të qartë, deri në këtë fazë, ne kemi arritur që të sigurojmë 166 transakcione të dyshimta. Në mesin e tyne, 25 transakcione kanë të bëjnë me 12 persona, me të cilët kanë arritur ujdi fiktive jashtëgjyqësore, kinse për përfaqësim si të autorizuar përfaqësues të personave që më herët kanë pasur aksidente në komunikacion dhe i kanë kompenzuar në vitin 2022 dhe 2023 përderisa persona të tjerë veç se kanë qenë të kompenzuar qysh në vitet më hershme 2016 dhe vitin 2017, po ashtu kanë aplikuar edhe 141 transakcione tjera të persona të ndryshëm pa asnjë dokument të vetëm dhe kanë bartur shuma të ndryshme. Shuma më e vogël e transaksionit ka qenë 6.800 euro, përderisa më e larta ka qenë 68.000 euro. Aksion të sotshëm i kemi pas target 46 persona fizik. Dhe ka përfunduar aksioni me 39 persona të arrestuar. Vlen theksohet se sa i përket sekuestrimeve, kemi sekuestruar të holla kesh në vlerë prej 23.700 euro, kemi sekuestruar ari, aksesor, ordore të ndryshme, armë, pajisje elektronike dhe gjithashtu kemi pas bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me njësinë e inteligjencës financiare dhe kemi arritur që t'i bllokojmë të hollat në vlerë prej 1.300.886 euro.